Se marr vesh se si njerëzit hanë ëmbëlsira kur ekzistojnë këto lloj kombinimesh. Tash unë këtu kam hurmë arabie, kam dhe gjalp. Procesi është shumë i thjeshtë. Merr hurmën e arabis, e ndan në dysh, edhe merr gjalp edhe e lyen mes me gjalp. E bën kështu. Tash unë nuk jam më i mirë për këtë punë, por që bën diçka të tillë, merr dhe tjetrën, merr gjalp, e lyen mes diçka e tillë, edhe ke një ndër snackët perfekt që mund të konsumosh. Është e ëmbël, ka vlera ushqyese, ka vlera minerale nga hurmat e arabis, ka dhe fibra. Kemi gjalp që përmban vitaminat A, D e K. Yndyrnat e gjalpit do bëjnë që mos kesh rritje shumë të lartë sheqerit në gjak, madje s'do kesh rritje fare nga sheqeri që kanë hurmat e arabis, pra është balancë perfekte. Nisi kjo, pra një hurmë me pak gjalp, është kombinimi perfekt për një snack që as nuk të rrit sheqerin në gjak, as nuk të dëmton trupin, edhe ndihesh mirë, ndihesh i ngopur, madje të ngop më shumë dhe se një vakt. Komento nëse e ke parë, dhe nëse s'e ke parë, ato ta bësh.